Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mbani këmbët për 10 minuta në këtë përbërje para gjumit dhe do shpëtoni nga nervi shiatik. Dhimbjet e nervit shiatik mund të ndikojnë në të gjithë trupin. Ata të cilët vuajnë nga kjo patologji fizike janë shumë të vetëdijshëm në një mënyrë kronike, por ka një lajm të mirë i përfaqësuar nga një ilaç natyral i thjeshtë i cili mundet të ndihmojë që çdo gjë të bëhet më e durueshme, madje edhe për të zhdukur plotësisht të dhimbjen. Vetëm ndiqni me pikëmëri këtë trajtim për të reduktuar në zero dhimbjen muskulare tipike të inflamacionit të nervit shiatik. Para se të shkoni në shtrat, ne ju sugjerojmë që thjesht të vendosni 10 litra ujë të nxehtë në një kovë ose në një bazen ku ju mundet që të vendosni këmbët tuaja. Natyrisht, temperatura duhet të jetë e durueshme nga trupi ynë. Shtoni pak uthullmolle dhe krip në ujë. Fusni këmbët tuaja dhe largoheni ato kur uji të ftohet. Pastaj, lani këmbët dhe thajni me peshqir dhe shkoni drejt në shtrat duke u përpjekur për ta mbajtur zonën sa më ngrohtë. Ditën tjetër vazhdoni që të bëni përsëri të njëjtën gjë. Menjëherë vendosni çorape ose gjëra të ngjashme dhe mos i mbani këmbët të ekspozuara ndaj të ftohtit. Përsëritja e kësaj procedure për 6 muaj do të ndihmojë për të luftuar dhimbje të nervit dhe inflamacion të rastit të nervit shiatik. Ju mund të vazhdoni me këtë metodë edhe kur dhimbja juaj të bëhet akute. Dhimbjet e nervit shiatik vijnë në trajtat e një agonie të vërtetë. Problemet me nervin shiatik zakonisht kanë si piknisje hernian diskale, e cila shkakton kompresim dhe inflamacion të shpinës. Shpesh lëndimet si pasojë e ngritjes së peshave të rënda nxisin dhimbjet e nervit shiatik. Sipas të dhënave, faktorë të tjerë rreziku janë mbi pesha, ndryshimet në shtyllën kurrizore, jeta pasive dhe njëkohësisht qëndrimi për një kohë të gjatë ulur. Nervi shiatik dhe gjithashtu dhimbjet e tij kryesisht trajtohen me një ndihmë mjekësore, por krahas tyre, ekspertët rekomandojnë edhe disa kura natyrale terapeutike, të cilat shërbejnë kundër inflamacionit dhe përqetësimin e muskujve. Trajtimet do t'ju vinë në ndihmë kundër dhimbjeve. Qepa mund të mos ketë një aromë të këndshme, por përbërësit e saj luftojnë inflamacionin dhe gjithashtu e zbusin irritimin të shkaktuar nga nervi shiatik. Masazhojeni zonën e dhimbjes me pjesën e brendshme të gjysmës së qepës duke formuar lëvizje rrethore për 10 minuta. Këtë masazh ju duhet që ta bëni 2 herë në ditë. Gjethet e lakrës. Sipas informacioneve, vlerat terapeutike të lakrës janë funksionale edhe kundër simptomave të nervit shiatik. Ngrohni gjithashtu disa gjethe lakre dhe më pas të vendoseni atë në zonën e dhimbjes. Mbajeni për 10 minuta dhe nëse është e nevojshme, përsëriteni këtë 2 herë në ditë. Vaj i xhenxhefilit. Vaji esencial i xhenxhefilit lufton me efikasitet inflamacionin dhe kur aplikohet në lëkurë, ai gjithashtu shkakton një ndjesi nxehtësie e cila e mposhtë dhimbjen. Hidhni pak vaj në pëllëmbët e dorës tuaj dhe masazhoni zonën që ajo ju dhëmb. Nga ana tjetër, masazhi duhet të zgjasë për 8 deri në 10 minuta. Këtë masazh ju duhet që ta bëni çdo ditë derisa dhimbja juaj të largohet. Hudhra përmirëson qarkullimin e gjakut dhe njëkohësisht eliminon dhimbjen. Hani një thelpi hudhër esëll në mëngjes përpara se ju të shkoni për të fjetur. Vaj i lules me nekshe. Ky vaj përdoret kundër disa lloje dhimbjesh. Ai njëkohësisht aplikohet në lëkurë dhe fal masazhimit përmirëson qarkullimin e gjakut. Masazhi me këtë vaj duhet të zgjasë 10 deri në 15 minuta. Ai nuk duhet që të jetë i fortë dhe duhet përsëritur të paktën 2 herë në ditë.
Përveç këtyre kurave natyrale, njerëzit të cilët vuajnë nga nervi shiatik duhet që të shmangin lëvizjet sa më intensive pasi munden që të përkeqësojnë situatat. Sipas ekspertëve, dhimbjet e nervit shiatik munden që të vazhdojnë dhe të ndikojnë në të gjithë trupin tuaj, prandaj ekspertët rekomandojnë një sër recetash alternative të cilat juve do t'ju vinë në ndihmë. Një mekanik makinash që vuante nga dhimbjet e nervit shiatik për një kohë të gjatë njoftoi në rrjetet e tij sociale se ju binte këshillës për të kërkuar ndihmë në mjekësinë popullore dhe e pinte çdo ditë qumësht hudhre, sepse ilaçet e përshkruara me mjekun nuk po e ndihmonin as pak. Në vetëm disa ditë ai ndjeu lehtësim dhe për 14 ditë më vonë sëmundja u zhduk plotësisht. Qumshti me hudhër mund të përgatitet edhe i freskët ose i gatuar. I freskët vepron më shpejt dhe më fort sepse gatimi e zvogëlon erën, por efekti në fakt i recetës do të zvogëlohet, por përsëri mbetet shurues. Hudhra në qumësht të ngrohtë. Mrekullia e kurimit për azmën, pneumoninë, zemrën, artritin pa gjymësinë dhe dhimbjen e shpinës. Këtu ne do t'ju tregojmë të gjithë përbërësit e nevojshëm që do t'ju duhen. Ka shumë ilaçe natyrore siç e përmendëm të cilat ndihmojnë në kushte nga më të ndryshmet shëndetësore, por këtu ju do të mësoni recetën e një ilaçi shtëpiak i cili përgatitet lehtë dhe thjesht. Fusha e tij e veprimit është me të vërtetë e gjerë dhe vetitë e tij shëruese ndihmojnë me sukses për të eliminuar shumë sëmundje. Kjo pije medicinale quhet qumshti i hudhrës sepse përgatitet nga qumshti i ngrohtë dhe hudhra. Përbërësit e nevojshëm janë 500 ml qumësht, 10 thelpi hudhër, 2 deri në 3 lugë çaj, sheqer ose mjalt, 250 ml ujë. Procedura: përzieni qumshtin dhe ujin më pas në një tenxhere. Shtoni hudhrën e qëruar dhe të coptuar dhe pastaj vendoseni në zjarr në një temperaturë të moderuar. Lëreni atë që të gatuhet ngadalë derisa të avullojë gjysma e lëngut, pastaj kullojeni dhe shtoni sheqer ose mjaltin për të përmirësuar kështu shijen. Më mirë është që ta pini ndërsa është ende e ngrohtë. Sipas ekspertëve, nervi shiatik haset më tepër tek të rinj që punojnë në profesione që kërkojnë ngritje peshash të tilla si ngarkim, shkarkim, por edhe tek ata të cilët ecin kilometra të gjata apo qëndrojnë në këmbë për një kohë të gjatë. Kohët e fundit është vënë re një tendencë në rritje edhe të rasteve të personave të cilët qëndrojnë për një kohë të gjatë përpara kompjuterit pa lëvizur. Preken më tepër meshkujt, megjithatë është rritur edhe numri i femrave, kryesisht tek anvisat të cilat bëjnë punë në ambientet e shtëpisë me ngritje peshash e të tjerë. Sëmundja gjithashtu shfaqet edhe me dhimbje nga më të fortat në fund të kolonës lumbare, të cilat në pjesën më të madhe janë dhimbje të menjëhershme. Pako akulli. Në çast mund të lehtësojnë dhimbjen e nervit shiatik dhe ju mund të përdorni një pako të thjeshtë të bizdeleve të ngrira, të cilën mund ta mbështjellni me një peshqir dhe ta vendosni direkt në zonën ku ju keni dhimbje. E lini për 20 minuta çdo 3 orë dhe dhimbja juaj do të lehtësohet plotësisht. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.